Shikues të nderuar, Alpo Televizioni ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Blegtoria në Shqipëri ka qenë tradicionalisht një nga shtyllat kryesore të ekonomisë rurale, duke siguruar të ardhura për mira familje dhe produkte bazë për tregun vendas. Megjithatë, vitet e fundit, ky sektor po përballet me një sër sfidash që po ndikojnë drejt për drejt në zhvillimin dhe në qëndrueshmërinë e tij. Blegtoria në Shqipëri ka qenë tradicionalisht një nga shtyllat kryesore të ekonomisë rurale, duke siguruar të ardhura për mira familje dhe produkte bazë për tregun vendas. Megjithatë, vitet e fundit ky sektor po përballet me një sër sfidash që po ndikojnë drejt për drejt në zhvillimin dhe qëndrueshmërinë e tij. Një ndër faktorët kryesorë është rritja e kostove të prodhimit. Çmimet e ushqimit për bagëtit, karburantit dhe shërbime veterinare janë rritur ndjeshëm, duke bërë gjithnjë më të vështirë për fermerët të mbajnë aktivitetin fitimbrurës. Në shumë zona rurale, blegtorët janë detyruar të ulin numrin e krerëve ose të braktisin fare këtë aktivitet. Një tjetër problem shqetësues është mungesa e tregut të sigurt. Shpesh fermerët përballen me çmime të ulta nga grumbulluesit, ndërsa produktet e importit konkurrojnë fort në tregun vendas. Kjo ka krijuar një situatë ku prodhimi i vendas nuk arrin të vlerësohet siç duhet. Ndikim të madh ka patur edhe migracioni. Largimi i tërime nga zona rurale ka lënë shumë ferma pa fuqi punëtore, duke e bërë të vështirë vazhdimin e traditës së blegtorisë. Në shumë raste, të moshuarit mbeten të vetëm për të menaxhuar një sektor që kërkon përkushtim të përditshëm. Për më tepër, ndryshimet klimatike i kanë sjellë thatësira më të shpeshta dhe mungesë kullotash, duke rritur presionin mbi fermerët. Kjo ndikon drejt për drejt në prodhimtarinë dhe cilësinë e produkteve blegtorale. Megjithëse ka patur iniciativa dhe subvencione nga shteti, shumë fermerë shprehen se ato janë të pamjaftueshme ose të vështira për të përfituar për shkak të procedurave burokratike. Në përfundim, blegtoria në Shqipëri ndodhet në një pikë kritike, pa politika të forta mbështetëse, investime në infrastrukturë dhe garantim të tregut. Ky sektor rrezikon të humbasë rëndësinë e tij tradicionale dhe ekonomike. Një apartament është përfshirë nga flakët në Gjirokastër, ku bëhet me dije se incidenti ka ndodhur në lagjen Kodra e Shtufit. Hyrja e një apartamenti është përfshirë nga flakët. Menjëherë drejt vendit të ngjarjes u nisën 2 automjete zjarr fikse dhe një mjet mbështetës. Me mbërritje në vend ngjarje është konstatuar se zjarri ndodhej në një banesë në katin e dytë të këtij pallati. Forca zjarr fikse ka ndërhyrë menjëherë për izolimin e përhapjes së zjarrit në ambientet e tjera deri në shuarjen e plotë të tij. Pas ndërhyrjes në kohë, për fat të mirë nga zjarri nuk pati të lënduar, por vetëm dëme të vogla materiale. Dyshohet se zjarri është shkaktuar nga saltimi i një shkallë metalike që po kryhet nga një banor e një kati më lart. Barna të skaduar në sasi të mëdha të klasifikuara si spitalore janë lëshuar për gjatë vitit 2024 në farmacitë e hapura që kanë kontratë me fondin e sigurimit detyruar të kujdesit shëndetësor për pacientë që përfitojnë nga skema subvencionuese e rimbursimit të barnave. Përveç cilësisë së ulët të barnave të rimbursueshme, ju shtua edhe fakti që këto të fundit ishin të skaduara. Barna të skaduara në sasi të mëdha të klasifikuara si spitalore u lëshuan për gjatë vitit 2024 në farmacitë e hapura që kanë kontratë me fondin e sigurimit detyruar të kujdesit shëndetësor në Shqipëri për pacientët që përfitojnë nga skema rimbursimit të barnave. Përveç cilësisë së ulët të barnave të rimbursueshme, ju shtua edhe fakti që ishin të skaduara, duke rrezikuar seriozisht jetën e tyre dhe abuzuar njëkohësisht në vlerën rreth 3.2 miliard lekë. Kjo skemë u konstatua nga kontrolli i lartë i shtetit pas një auditi të kryer në sistemi shëndetësor, specifikisht në FSDKSH. Importuesit farmaceutik ka importuar barna të klasifikuara si spitalore, që janë shpërndarë në rrjetin e hapur kundërshtim me kontrata trepashe dhe përsaktimet ligjore. Në 207 transakcione të regjistruara në sistem, në 37 fatura shitje, u konstatuan 102.778 njësi barnash me datë skadence identike me datën e shitjes, ndërsa në 170 fatura të tjera u konstatuan 143.598 njësi barnash me afat skadence nga 1 deri në 5 ditë nga data e shitjes, thot KLSH në raportin e publikuar në tetor të vitit të kaluar. Raporti i detajuar prej 460 faqesh i kryer nga KLSH konstatoi problematikat e theksuara për barnat që rimbursohen, ku FSDKSH lidhi kontratë furnizimi me kompanitë importuese të barnave farmaceutike. Sipas ekspertëve, janë identifikuar humbje dhe rreziqe financiare në vlerë së paku deri në 430 milion lekë, duke mos përfshirë efektin financiar nga farmacitë e penalizuara. Vlera 0, faktura fiktive me çmim tregu, por gjithashtu një cilësi e dobët. Sipas auditit, rezultoi që farmacitë kanë përfituar efektivisht pasi kanë marrë rimbursim nga fondi për barna që nuk ka patur kosto blerjeje, ndërkohë që rimbursimi është llogaritur mbi çmimin e miratuar nga LBR plus marzhin e grosistit.
Pas raportit detajuar të KLSH-s, Prokuroria e Tiranës ka nisur hetimet dhe ka proceduar penalisht disa persona, midis tyre edhe përfaqësues të kompanive farmaceutike private. Shqipëria mbetet mesatare rajonale me shpenzimet publike shëndetësore, si përqindje e prodhimit të brendshëm bruto, duke rezultuar në pagesë nga xhepi relativisht të lartë. Financimi publik mbulon pak mbi gjysmën e shpenzimeve reale shëndetësore, duke lënë mbi familjet barën e betur. Jemi në këto momente me zhvillimet kryesore nga vendi. Ndërsa në të gjithë botën çmimet e naftës randishëm në $100 për fuqi, në Shqipëri bordi i transparencës u mblodh për të ulur çmimin me vetëm 4 lekë për litër, ndërsa benzina mbetet e pandryshuar me 181 lekë për litër. Pra nga 224 lekë për litër që ishte caktuar me datën 3 prill, nafta shitet me 220 lekë litri. Çmimet e caktuara nga bordi hyn në fuqi prej datës 8 prill ora 15:30 dhe do të jenë të vlefshme deri në blerjen e ardhshme të bordit, ku do të pasyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Bordi i transparencës vendosi që çmimi i shitjes me pakicën në produktit gazoili standardi SSHN 590 të jetë jo më shumë se 220 lekë për litër, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 208 lekë për litër. Çmimi i shitjes me pakicën produktit benzine standardi SSHN do të jetë jo më shumë se 181 lekë litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 169 lekë për litër. Menjëherë pas arritjes së arpushimit mes SBA-s dhe Iranit, çmimet e naftës u ulën ndjeshëm në më shumë se 13.5% në 94 pra dollar për fuqi për naftën bruto Brent, që është dhe pika referuese. Policia e shtetit ka apeluar qytetarët për një skem të re mashtrimi që po qarkullon përmes mesazheve SMS në celular. Mesazhet mashtruese paraqiten si njoftime zyrtare nga programi qeveritar i Albania për pagesat e gjobave të automjeteve dhe përmban linqe të falsifikuara që drejtojnë qytetarët drejt faqeve të reme me qëllim marrjen të dhënave personale dhe atyre bankare. Në njoftimin zyrtar, policia e shtetit informon se këto mesazhe nuk janë të vërteta dhe nuk lidhen me Albanian. Prandaj qytetarët të jenë të kujdesshëm, të mos klikojnë në linke nga numre të panjohur, të mos të japin të dhëna personale apo bankare në faqe të pakonfirmuara, të mos veprojnë në presionin e mesazheve që krijojnë urgjencë. Gjithashtu rekomendohet përdorimi vetëm i faqes zyrtare ajoe ialbania.al apo fshirja menjëhershme e mesazheve të dyshimta. Raportimi i çdo rasti pranë autoriteteve është gjithashtu një këshill. Një skem mashtrimi i ngjashme u raportua nga policia e shtetit pak ditë më parë, e cila lidhej me mesazhe mashtrimi që vinin në emër të postës shqiptare. Ndërkohë që më 5 prill, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme njoftoi për një faqe interneti që pretendohet të ofrojë shërbime për aplikimin e vizave hyrëse në Shqipëri. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmash. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë përshëndetemi këtu.